kërkohet përgjegjësi për mbeturinat në Shkup, arrestohet drejtori i higjienës komunale. Kryeministri Mickoski thotë se Bilal Kasami ka reflektuar në lidhje me votat e Vlenit për Kërçovën. Partitë bëjnë kalkulimet se kë do të mbështesin më 2 nëntor në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale. Banorët është shqetësuar për uljen e nivelit të ujit në liçenin e Strugës dhe Lumindrin. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55 në televizionin Shenja. Gjendja alarmante e mbeturinave të mbledhura në Shkup nuk do të mbetet pa përgjegjësi. Kjo tash më ka nisur me ndalimin e 2 personave përfshirë drejtorin e ndërmarrjes publike higjiena komunale Sabaudin Rustemin. Ata dyshohen për veprën penale rrezikimi mjedisit jetësor dhe natyrës nëpërmjet mbeturinave. Njësia për krim ekonomike SPB Shkup pas ditën e sotme ka konfiskuar dokumentacion shtesë dhe ka arrestuar 2 persona të dyshuar për mosveprim në lidhje me menaxhimin e mbeturinave në qytetin e Shkupit. Në mesin e personave të arrestuar është edhe drejtori i ndërmarrjes publike higjiena komunale Sabaudin Rustemi, i cili në këtë funksion u emërua më 29 janar të këtij viti si pjesë e koalicionit të kryetares së qytetit të Shkupit Danela Arsovska dhe BDI. Më urdhër të prokurorisë themelore publike të Shkupit, oficerët e policisë po ndërmarrin veprime për sigurimin e provave. Janë arrestuar dhe mbajtur 2 persona nga udhëtësia e NP Higjiena Komunale Shkup në lidhje me dyshime për veprën penale, rrezikimi mjedisit jetësor dhe natyrës përmes mbeturinave. Prokuroria publike javën e kaluar njoftoi se veç më po ndërmerr veprime për sigurimin e provave për vepër të mundshëm penale në lidhje me gjendjen e mbeturinave në Shkup. Me këtë rast, prokurori publik i lëshoi urdhra Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe organeve të tjera kompetente për veprim të menjëhershëm dhe për kontrolle në lidhje me punën e ndërmarrjes publike higjiena komunale. Janë dërguar kërkesat e shërbimet komunale inspektuese që të kryejnë mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese dhe të konstatojnë gjendjen aktuale. Ndërkaq kryeministri Kristian Mickoski sot paralajmëroi se problemi me mbeturinat do të ketë zgjidhje dhe rikujtoi premtimin e kandidatit të VMRO-DPMN-s Orce Gjorgjievski për kryetar të qytetit të Shkupit, i cili ka thënë se nëse fiton zgjedhjet, do të zgjidh problemin me mbeturinat për 72 orë. Mendoj se kjo do të ketë një zgjidhje, e cila do të jetë shumë interesante për t'u ndjekur. I falenderoj kryetarët e komunave të Velesit, Shtipit, Kavadarit dhe Kumanovës për mbështetjen që ka dhënë ditëve të fundit me mekanizmin për pastrimin e mbeturinave në Shkup. Ditëve në vijim e martë, e premte dhe e shtunë do të vazhdoj dhe më pas pres që pasi të fitoj Orce Gjorgjievski dhe kur të bëhet pranim dorëzimi menaxhimit praktik me qytetin e Shkupit, e gjithë çështja me mbeturinat të normalizohet. Qyteti i Shkupit tashmë një kohë të gjatë e posaçërisht ditëve të fundit po përballet me një krizë të menaxhimit të mbeturinave, me çka mbeturinat nuk mblidhen për ditë të tëra nëpër komunat e Shkupit. Të premten e kaluar, Instituti për Shëndet Publik alarmoi se në rast se vazhdon kjo gjendje, kryeqytetit i kanoset për hapja e sëmundjeve të ndryshme infektuese. Kryeministri Kristian Mickoski ka tërhequr veshin kandidatit të Vlenit për komunën e Tetovës, Bilal Kasamit, pasi ky fundit tha se do të ndihmojnë kandidatin shqiptar në komunën e Kërçovës. Mickoski është takuar me Kasamin dhe siç tha kryeministri, Kasami ka reflektuar. Mickoski theksoi se partia e tij dhe koalicioni janë aktualisht të përqendruar te rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, ku siç tha, aty ku garojnë me kandidatët e tyre do t'i fitojnë të gjitha komunat, përfshirë këtu edhe Bërvenicën dhe Kërçovën. Dje duke shte situate tensionuar mes kryeministrit e Kristian Mickoskit dhe njëri ndër krerët e Vlenit të Bilal Kasami, i cili është edhe kandidat për komunën e Tetovës. Për sot, tonët janë ulur ndjeshëm. Ka mjaftuar vetëm një takim mes tyre që marrëdhëniet të marrin kthes tjetër, ndërsa në opinion mbetet e paqartë se Mickoski ka arritur ta bindë Kasamin se është gabim apo është një reflektim i vet Kasamit.
Kryeministri Kristian Miskovski në një prononcim për media deklaroi se është takuar me Kasamin për të biseduar lidhur me qendrimet e fundit të Kasamit për mbështetjen e kandidatëve në raundin e dytë të zgjedhor. I pari i qeverisë tha se tani më Kasami ka filluar të dërgojë mesazhe ashtu siç i ngjashsoi një kryetari të një komune multietnike siç është Tetova. Da, ja se sretna bio Kasami. Po, jam takuar me Bilal Kasamin dhe mendoj se ai ka filluar të dërgoj ato porosi të vërteta që duhet t'i ngjasoj një kryetari të Tetovës multietnike. Miskovski theksoi se partia e tij dhe koalicioni janë aktualisht të përqendruar te rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, ku siç tha, aty ku garojnë me kandidatët e tyre, do t'i fitojnë të gjitha komunat, përfshirë këtu edhe Brvenicën dhe Korçovën. Tani jemi të fokusuar të rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, pres që VMRO TPMN dhe koalicioni të fitojnë në të gjithë komunat ku ka kandidat për kryetar komunash në këtë raund të dytë. Tashmë kemi fituar në këshillat e 58 komunave, 33 kryetar komunash janë zgjedhur, mbeten edhe 26, sa ka në rrethin e dytë. Kujtojmë se këto deklarata nga Miskovski vijnë pasi Bilal Kasami në një medium të Shqipërisë tha se ata do ta mbështesin kandidatin shqiptar në Kërçovë dhe jo atë të VMRO-s. Pas kësaj, kryeministri deklaroi ditë më parë se ka pritur respekt nga Kasami dhe koalicioni Vlen për mbështetjen që u ka dhënë atyre në rrethin e parë. Përveç përplasjeve me Kasamin, Miskovski ka kërcënuar me shkarkim nga detyra edhe kandidatin tjetër të Vlenit për komunën e Brvenicës, Haqim Ramadani, pasi ky i fundit kërkoi unifikimin e votës shqiptare në këtë komunë. Partitë politike janë duke bërë kalkulimet e fundit se kë do ta mbështesin në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të mbahen të dielën më 2 nëntor. Rrethi i dytë ka sjellë bashkimin e partive shqiptare në Brvenicë, ku kandidati i Vlenit ka kundërkandidat atë të VMRO-s. Ky moment ka asaruar kryeministrin i cili e ka kërcënuar atë, ndërsa në Kërçovë situata është edhe më dramatike. Rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale sa i ka afruar edhe i ka larguar e ndar partitë politike që garojnë për të fituar komunat. Në Kërçovë, në rreth të dytë, garojnë kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim dhe ai VMRO-s, Fatmir Glimani, që garojnë në logo të Vlenit në rrethin e parë, ka vendosur të mos mbaj anë. Ai ka kërkuar që vetë qytetarët të vendosin për kandidatin që vlerësojnë se është më i miri, ndërsa Bilal Kasami tha se do të mbështesin kandidatin shqiptar në Kërçovë. Moment ky që nxiti reagimin e kryeministrit Kristian Miskovski. Situata afërsisht e njëjtë është edhe në Strug, me Ndyqira dhe Arsim Dalipi kërkojnë mbështetjen nga të gjithë subjektet. Së fundmi, nga Aleanca Kombëtare për Integrim kanë njoftuar se në mbështetje të Dalipit është kandidati i pavarur Besnik Hasani, që në këtë komunë garoi në rrethin e parë. Jam bashkuar me kandidatin e pavarur Besnik Hasani. Ky bashkëpunim nuk është vetëm një lëvizje politike, por një mesazh i qartë dhe i fuqishëm për drejtimin e ri që unë dua t'ia jap Strugës. Megjithatë, kundër Aleancës Kombëtare në Strug ka dalë kryetari aktual Ramiz Merko, i cili në logo të BDI-s fitoi disa mandate dhe udhëhoqi qytetin. Po qarkullojnë thashë theme se unë Ramiz Merko do të mbështes kandidatin AKI-s në raundin e dytë. Dua të theksoj prerë, unë Ramiz Merko nuk do të mbështes kandidatin AKI-s në balotazh. Rrethi i dytë sjell bashkimin e partive shqiptare në Brvenicë. Kandidati i Vlen, që është në balotazh kundër VMRO-s, ka nisur fushatën e përbashkët në diasporë me strukturat e Aleancës Kombëtare. Në kryeqytet, koalicioni Vlen është rreshtuar në mbështetje të Orce Gjeorgjevskit, me të cilin janë marrëveshje edhe për ndarje të resoreve. Marrëveshje mes Vlen dhe VMRO-s në kryeqytet ka edhe për përbërjen e re të Këshillit. Për marrëveshjen ka shkruar vetë Gjeorgjevski. Zhvillova takim me kryetarin e ri të komunës së Çajirit Izet Mexhitin dhe me kandidatin për kryetar të Shkupit nga koalicioni Vlen Bashkim Bakiu. Prej tyre mora mbështetje të sinqertë dhe të fortë për raundin e dytë në Shkup. Për dallim nga Vlen, Aleanca Kombëtare për Integrim nuk ka dalë me qëndrim se cilin kandidat do e mbështes në balotazh në kryeqytet. Koalicioni Vlen publikisht ka dalë në mbështetje edhe të Azem Sadikut, kandidati pavarur në komunën e Studeniqanit, që në balotazh është kundër EU pabazit të Aleancës Kombëtare. Koalicioni Vlen njofton se në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale do të mbështes kandidatin e pavarur për kryetar të komunës së Studeniqanit, Azem Sadiku. Vlen po ashtu ka paralajmëruar se do të mbështes edhe Maksim Dimitrievskin e Znamit në Kumanov.
Gjykata themelore e Shtipit e ka dënuar më 11 muaj burg prindin që kishte sulmuar 2 futbollistë të mitur në ndeshjen midis ekipeve futbollistike të fëmijëve Shkupi dhe Bregallnica. Vendimi nuk është i formës së prerë, pasi pason afati ankesës në gjykatën e apelit në Shtip. Me 11 muaj burgu është dënuar prindi 43 vjeçari i cili kishte sulmuar 2 futbollistë të mitur në ndeshjen midis ekipeve futbollistike të fëmijëve Shkupi dhe Bregallnica, e cila u zhvillua më 24 gusht në stadiumin Bellobërdo në Shtip. Ka njoftuar nga gjykata themelore e Shtipit. Zëdhënësi i kësaj gjykate Sashko Georgiev tha se vendimi nuk është i plotfuqishëm dhe se do të pasojë periudha ankesave në gjykatën e apelit të Shtipit. Këshilli i Gjykatës Penale, kryetarit të cilës është gjykatësia Nevena Perica, ka dhënë vendim për të akuzuarin Avni Avduli nga Shkupi për kryerjen e një vepre penale të dhunës, sipas nenit 386 paragrafi 4 i Kodit Penal. Ai është dënuar me 11 muaj burg dhe vendimi nuk është i formës së prerë, pason afati ankesës në gjykatën e apelit në Shtyp. Incidenti për të cilin Prokuroria Themelore Publike në Shtip kishte ngritur kallëzim penal kundër prindit, ndodhi më 24 gusht në minutën e 89 të ndeshjes, kur gjyqtari dha kartonin e 2 të verdhë për një ndërhyrje të gabuar, duke përjashtuar djalin e të akuzuarit, i cili luante për klubin futbollistik Shkupi. Nga Prokuroria aso kohë patën thënë se i pakënaqur me vendimin, djali fillimisht u soll në mënyrë jo sportive dhe u përpoq të përleshej me një nga lojtarët e Bregallnicës me grushte dhe shqelma. Pastaj, siç kishin thënë nga prokuroria gjatë përleshjes mes fëmijëve, babai hyri në fushë dhe filloi t'i godiste 2 fëmijët me grushte dhe shqelma, duke u shkaktuar lëndime trupore. Ndërmarrja publike komunale Sharri Tetov ka bërë të ditur se uji në Tetov nuk është i përshtatshëm për pije, pasi ka ndodhur turbullim i burimit për shkak të rreshjeve të dendura të shiut. NPK Sharri tha se gjatë ditës së nesërme do të kryhen edhe analizat e ujit dhe do të njoftohen qytetarët kur mund ta shfrytëzojnë ujin për pije. Për shkak të rreshjeve të dendura që vazhdojnë në rajonin e Kodrës së Diellit, ka ndodhur turbullim i ujit në burimet e Sharrit. Uji vazhdon të jetë i turbull dhe i papërshtatshëm për pije. Qytetarët luten që ujin ta përdorin vetëm për nevoja elementare, si higjienë dhe pastrim, derisa të përfundojnë analizat e reja laboratorike. Analizat e radhës do të kryhen nesër, pas së cilës qytetarët do të informohen menjëherë për rezultatet dhe cilësinë e ujit, thuhet në njoftimin e ndërmarrjes publike komunale Sharri Tetov. Struganët po vuajnë nga rënja e vazhdueshme e nivelit të ujit në liqen dhe në lumin Drin. Kjo mund të shkaktojë mungesë të ujit tek shtëpitë e banorëve, ndërsa mund të preken peshkatarët. E më e keqja, thon banorët, është fakti që liqeni po e humb bukurinë. Pas pamjeve të bukura që ofron struga, fshihet një realitet më pak i këndshëm. Niveli i ujit në liqen dhe në lumin Drin po bie, nga ku kjo mund të shkaktojë edhe mungesë të ujit tek shtëpitë e banorëve. Njëkohësisht, kjo mund të jetë një problem jetësor edhe për personat të cilët e ushtrojnë profesionin e tyre dhe në varet nga liqeni, ku ndjeshëm në këtë fushë mund të preken peshkatarët. Pamjet që dikur karakterizoheshin nga rrjedhja e fuqishme e ujit dhe brigjet plot jetë, sot tregojnë një realitet ndryshe. Shtratin e lumit gjithnjë e më të zbrasur dhe një nivel uji që bie çdo ditë. Qytetarët shprehen të shqetësuar për pasojat që kjo mund të ketë, jo vetëm për mjedisin, por edhe për jetesën e tyre të përditshme. Po natyra von të vetë. Ajo vjen nga natyra, s'ka ujë e bukurinë e vetë. Sa mendoni që është i varur qyteti nga liqeni? Po shumë është i varur, po si liqeni struga nuk mund të ekzistojë, sepse ajo e jep pamjen, bukurinë natyra. Peshkatarët me rënien e nivelit të ujit, peshkatarët i prekin. Një tjetër qytetar shpreh se rënja e nivelit të ujit nuk vjen rastësisht, por si pasojë e ndërtimeve dhe ndërhyrjeve pranë liqenit. Sipas tij, duhet më shumë kujdes dhe reagim nga institucionet, sepse kryesisht turizmi varet nga liqeni. Veçanërisht ai theksoi edhe peshkimin e paligjshëm, ku vlerëson se po ndikon dhe dëmton ndjeshëm liqenin dhe ekosistemin e tij. Po, nga ndërtimet e ega që bëhen rreth liqenit, nga prerja e tallave, po e humb formën e dikushme që e ka patur. Sa i varur mendoni që është qyteti nga liqeni? Turizmi është 100% i varur nga qyteti.
A ka ndikuar ndotja e liçenit edhe te uji i pishëm në shtëpitë e juve? Jo, sepse neve nuk e marrim ujin nga liçeni. Kjo mos të keshte edhe për peshkatarët, por fakt vlen të cekim dhe peshkatarët ilegalisht e kanë dëmtuar shumë liçenin e Strugës, ka ku se kanë kapur peshë pa mas, kanë kapur, si ta thomin në farë lloj, në të zezë, kanë kapur për shembull, është dashur të kapet këtë vit 5 tonë, ato mund të kenë kapur 15 tonë. Për këtë situatë duhet shteti të jetë pak më e rreptë ndaj atyre që e keq përdorin gjuetin e peshqive apo ato ndërtime që bëhen rreth liçenit apo brenda liçenit, duhet shteti të jetë pak më i rreptë se shkaku sa vin vit pas viti do të humbim edhe ato turistë pak që i kemi. Ndërkaq edhe turistëve gjëja e parë që ju bie në sy në qytetin e Strugës është rënja e nivelit të ujit në liçej dhe në lumin Drin, pavarësisht se qyteti në sy të tyre mbetet prap i bukur. Që liçeni po e humb pamjen e tij dikush më të bukur, meqense edhe Struga njihet për liçenin. Liçeni pamjen. Nuk e din se ne nuk jemi nga kjo zonë, jemi nga Tirana. Po na duket pak deri diku sepse dhe liçeni po e humb atë. Në pamje të parë çfarë ju ra në sy? A ju ra niveli i ujit? Po, niveli i ujit që ka rënë shumë edhe këto mbeturinat që nuk kanë qenë. Realisht nuk e di pse është ndotur kaq shumë. Çfarë pritshmëri të patët ju nga Struga? E bukur është për të qenë, se s'mund ta prishi vetëm diçka gjithë qytetin. Besoj. Por diçka më shumë. Patjetër. Pastërtia dhe pastrimi i Drinit do jetë. Tashmë kjo rënje e nivelit të ujit është bërë aq e dukshme saqë edhe fëmijët mund ta hasin këtë. Drini i Strugës mbetet pamja më e mirë e tyre, por me nivelet që kishte dikur. Çka të pëlqen më shumë ti këtu në Strugë? Më shumë më pëlqen Drini i Strugës. Drini i Strugës. Po atë pëlqen tashmë më pak ujë apo atëherë që ka pas më tepër? Atëherë që ka pas më tepër. Për këtë problematik, qytetarët presin që institucionet përkatëse të ndërmarrin masa urgjente për të mbrojtur liçenin dhe ekosistemin, si dhe për të ruajtur bukurinë natyrore që e bën Strugën të veçantë, përderisa nuk ka shkuar situata edhe më keq që mund të sjellë probleme edhe më problematike. Komisioni Regulatori Energjetikës vendosi që nga mesnata të rriten çmimet e derivateve të naftës. Sipas vendimit të komisionit, çmimet e shitjes me pakisë të benzinës Eurosuper BS 95 dhe Eurosuper BS 98 rriten për 0.50 denar për litër, ndërsa çmimet e shitjes me pakisë të Eurodizelit dhe vajit ekstra të lehtë për anvisëri rriten për 1 denar për litër. Nga mesnata, 1 litër Eurosuper BS 95 do të shitet për 73.5 denar. Eurosuper BS 98 do të shitet për 75.50 denar për litër. Eurodizeli do të kushtoj 68 denar për litër, ndërsa vaji ekstra i lehtë 67.5 denar për litër. Moti gjatë javës do të jetë stabil dhe i thatë, ndërsa temperaturat e mëngjesit do të zbresin nën zero. Reshja që përfshin vendin ditët e fundit do të pushojnë, ndërsa vranësirat do të zvoglohen. Në ndikimin e një mase të qëndrueshme ajrore, vendi ynë po hyn në një periudhë me mot të thatë dhe stabil. Sipas të dhënave të Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike, nga nesër në mëngjes pritet ulje e temperaturave nën zero, ndërsa në disa lugina do të ketë mjegull. Moti sot ishte kryesisht i vranët me reshje lokale shiu ku pas ditë pushuan, ndërsa vranësirat gradualisht u paksuan. Në pjesët perëndimore frynte ere lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor dhe jug perëndimor, ndërsa në lindje ere dobët me drejtim të ndryshueshëm. Nesër pritet mod pjesërisht i vranët, me reshje lokale shiu, më së shumti në rajonet veriore dhe lindore. Do të fryj erë mesatare deri e fortë nga veri perëndimi, veçanërisht e përgjatë luginës së Vardarit, duke sjell ajër më të freskët dhe qiell më të kthjellët në orët e mbrëmjes. Në Shkup, moti do të mbetet pjesërisht i vranët me reshje të shkurtëra shiu dhe erë mesatare nga veriu. Deri në fund të javës priten periudha të stabilizimit dhe kthjellimi, ndërsa temperaturat do të mbeten në mesataren e këtij periudhe të vitit. Intervalet me diell do të kthehen gradualisht, më së voni deri të shtunën, kur pritet një fundjavë më e ngrohtë dhe më e thatë.
Ish-ministri Albin Kurtit Liburna Liu emërohet drejtori portit të Durrësit. 2 muaj pas dorëheqjes nga posti i ministrit në detyrë të infrastrukturës në qeverinë Kurti 2, Aliu, një prej figurave kryesore të lëvizjes vetëvendosje, është emëruar drejtori portit të Durrësit. Liburna Liu është njëri nga themeluesit e vetëvendosjes dhe për shumë vjet një nga njerëzit më të afërt të Albin Kurtit, kryetarit të LVV-s dhe kryeministrit në detyrë të qeverisë së Kosovës. Ai shërbeu për më shumë se 4 vjet si ministër i infrastrukturës në qeverinë Kurti 2. Shoqata historike ruse është arsyeja e tubimit për të gjithë ata që e shohin Serbinë si një shtet që do të luftojë pa asnjë kufizim për krimin paqësor të botës serbe dhe që të jetë një aleate e vërtetë e Rusisë dhe Kinës, tha kryetari i Këshillit të Degës së Beogradit të kësaj shoqërie Aleksandar Vulin në asamblen themelore në Beograd më 26 tetor. Vulin, lider i orientuar pro-rus i lëvizjes socialiste, i shef i shërbimit të inteligjencës serbe, në asamblen themeluese të shoqatës historike ruse, tha se heqja dorë nga Rusia është gjithashtu heqje dorë nga Serbia dhe se çdo gjenerat e popullit serb ka pritur që mbjetesa e saj fizike të varet nga Rusia. Organizatën ruse udhëheq Sergej Narishkin, drejtori i shërbimit të jashtëm të inteligjencës së Federatës Ruse. Narishkin ju drejtua të pranishmëve me një video mesazh dhe përmendi lidhjet historike midis Rusisë dhe Serbisë, si dhe ngjashmëritë parimore të vlerave të tyre tradicionale. Në asamblen themeluese përveç Vulin ishin gjithashtu ministri i punëve të brendshme të Serbisë Ivica Dačić, patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Porfirije, si dhe kryetari i Partisë Socialiste Serbe Goran Selak. Njësi të makinerive të rënda hynë në rripin e Gazës të dielën për të mbështetur përpjekjet e rindërtimit në zonat e shkatruara nga sulmet izraelite, ndërsa autoritetet filluan pastrimin e rënojave dhe rindërtimin e infrastrukturës në të gjithë enklavën e shkatruar nga lufta, raporton Anadolu. Komiteti Egjiptian që vepron në Gaza dërgoi 12 njësi makinerisht të rënda në rajon nëpërmjet pikës kufitare Karem Abu Salem. Të ejten, zyra e medias e qeverisë së Gazës e shpalli enklavën një zonë katastrofe mjedisore dhe strukturore. Pas 2 vitesh luftë gjenocidale të zhvilluar nga Izraeli, e cila shkatërroi rreth 90% të infrastrukturës civile, që arrin në afërsisht 70 milion tonë rënoja. Sipas OKB-s, rindërtimi i Gazës vlerësohet të kushtojë rreth 70 miliard dollar. Marrëveshja për ampushim në Gaza u arrit midis Izraelit dhe Hamasit në fillim të tetorit, bazuar në një plan të paraqitur nga presidenti i SBA-s Donald Trump, që nga tetori vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë gati 68.000 palestinezë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe kanë bërë atë kryesisht të pabanueshme. Bashkimi Evropian i bëri thirrje Izraelit të zbatojë opinionin këshillimor të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili vlerësoi pasojat ligjore të kufizimeve të Izraelit ndaj organizatave të Kombeve të Bashkuara, transmeton Anadolu. Zëdhënësi i Komisionit Evropian Anuari Elanoni tha se ndërsa opinionet këshillimore të GND-s nuk janë ligjërisht të detyrueshme, ato kanë autoritet ligjor. Ne marrim parasysh këtë opinion këshillimor dhe në përputhje me rrethanat besojmë se Izraeli duhet ta zbatojë opinionin këshillimor të GND-s në tërësinë e tij, ka thënë ai. BI bën thirrje Izraelit të respektojë detyrimet e tij sipas ligjit ndërkombëtar humanitar dhe ligjit të drejtave të njeriut ndaj popullit palestinez, që jeton në territoret e pushtuara palestineze dhe veçanërisht në rripin e Gazës. Shikues të nderuar, këtu shënon fundi lajmeve. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.